Përshëndetje të gjithëve. Ndoqa me vëmendje gjithë ecurinë e ndërhyrjeve që u bën në këtë tryezë Trumbullakut, edhe dua ta nis duke thënë që i kemi ndarë rolet. Roli i një pjese këtu është ta shikojnë godën gjysmë bosh. Roli i një pjese tjetër ku jam edhe unë është ta shikojmë godën gjysmë plot. Dhe në këtë dinamik sigurisht që bëjmë si thuash komplementaritetin e jetës demokratike. Duke u nisur nga ndërhyrja e fundit e gotës gjysmë bosh, unë do doja të sillja në vëmendje jo opinionin e qeverisë, por opinionin e një institucioni një autoriteti që unë besoj është i pakontestueshëm për nga kapaciteti profesional dhe për nga integriteti, që është Sigma. Dhe në vlerësimin e Sigmës, që gjykon performancën e institucioneve shqiptare nga një distancë e mjaftueshme për të pasur një objektivitet të lartë, Shqipëria ka një arkitekturë funksionale dhe të qëndrueshme për transparencën. Dhe rezultati sipas Sigmës, jo sipas meje, është 8.6 nga 10 në kuadrin strategjik dhe institucional, dhe 7 nga 9 për funksionimin efektiv të autoritetit mbikëqyrës të drejtës për informim. Në ndërkohë që duke ju referuar indeksit transparencës të publikuar së fundi nga Qendra Kërkimore Europiane për antikorrupsionin dhe shtetëndërtimin, Shqipëria ka bërë një kapërcim prej rreth 5% brenda këtij viti, duke kaluar nga 73% në 78% në indeksin e transparencës, ndërkohë që mesatarja e përgjithshme globale është 62% dhe euroanale është 69%. Pra, Shqipëria është 10 pikë mbi mesataren rajonale. Kjo është gota gjysmë plot. Po unë nuk jam këtu natyrisht për të debatuar ose kundërshtuar ato që u thanë, sepse unë besoj që tek ato që u thanë ka arsye të qëndrueshme dhe ka plot për të dëgjuar edhe për të marrë në konsiderat, sepse pavarësisht progresit bërë, as nuk diskutohet që po të shikojmë më lart, jemi poshtë. Dhe natyrisht që po të shikojmë sa poshtë ishim, jemi shumë më lart. Mirë po kjo e dyta është një burim motivimi për ne që duhet të ngrem vendin më lart. Nuk është një argument për ju të gotës gjysmë bosh që e doni vendin më lart sot edhe jo nesër, edhe me drejtë, sepse nuk është detyra juaj ta ngrini gurin, detyra juaj është që të thoni ku duhet shkoj guri. Dhe në këtë aspekt duhet të them disa gjëra konkrete. Spari, unë jam absolutisht dakord me ato që tha zonja që qasja e hapur nuk është kërcënim, edhe kjo është diçka që e predikoj vimësisht edhe në tryezën e qeverisë, edhe në të gjitha rastet kur flasim për këtë aspekt. Dhe realisht mendoj që ngurrimi për të ndarë me çdo qoftë që i kërkon informacionet që janë fakte administrative është absurd. Dhe
vetëm pengon apo dëmton më shumë se sa po themi mbron, pasi krijon plus mungesës së informacionit, krijon edhe një sens dyshimi edhe një atmosferë konspiracioni sigur çfarë ka mbrapa informacionit. Dhe këtë gjë e kemi diskutuar edhe me komisionerin, kemi pas edhe një mbledhje të përbashkët së fundmi me qeverinë, ku e kemi theksuar së bashku edhe me ministren këtu në krah, për të gjithë anëtarët e kabinetit, domosdoshmërinë që të ketë një fokus më të madh në këtë aspekt, sepse është në të mirën e të gjithëve, është dhe në të mirën e institucioneve, është dhe në të mirën e publikut, është edhe në të mirën e vendit. Dhe për këtë arsye ne kemi shtyrë përpara edhe projektin e Transparent Albania, që është një projekt shumë ambicios për të pasur në një territor të vetëm virtual të gjithë informacionin, dhe kështu kjo do të lehtësonte shumë ndërveprimet midis gjithë kërkuesve të informacionit edhe institucioneve, pasi do ishte një dritare e vetme ku institucionet në mënyrë automatike do të duhet publikojnë gjithë aktivitetin e tyre dokumentar, edhe kushdo që do të hyjë në këtë aktivitet dhe të marrë pjesë që interesojnë, mund të hyjë pa kaluar nga kërkesat, refuzimet, zvarritjet e tjera tjera. Ka dhe një element tjetër që nuk është justifikim, është fakt, që një pjesë e konsiderueshme e gjithë këtyre problematikave që vijnë këtu në formë shifrash nga zonjat lidhet me thjesht dhe vetëm përtatësinë burokratike, nuk është një barikad për të mbajtur informacion, por është një problematike e funksionimit brendshëm të mekanizmit administratës, kur vjen puna tek intensiteti me të cilin vjen kërkesa dhe tek intensiteti me të cilin duhet përgjigjesh. Natyrisht që kjo është e përmirësueshme, përmirësohet më pak se sa që do të prisnin ata që shikojnë gotën gjysmëbosh, por gjithsesi përmirësohet. Për të qenë shumë transparent, tash se jemi ke kryesa e transparencës, unë i kam bërë komisionerit një vërejtje për aq sa mund t'i bëj vërejtje e një institucionit pavarur që ka një gjë të munguar në veprimtarinë e komisionerit, që është mungesa e sanksioneve për autoritetet më të larta. Ligji është shumë i qartë, 10 ditë është koha për të përgjigjur, pavarësisht se 10 ditë mund të jenë shumë për intensitetin me të cilin zhvillohet sot bota e informacionit. Ditën e 11 në qoftë se nuk ka përgjigje, ka sanksion. Apo ja. Kështu thot ligji. Dhe duhet sanksionuar autoriteti më i lartë përgjegjës. Ne i kemi kërkuar të gjithë ministrave të bëjnë delegimin e kësaj përgjegjësie tek sekretarët e përgjithshëm. Një pjesë e kanë bërë, një pjesë nuk e kanë bërë akoma. Duhet sanksionohen ministrat, duhet sanksionohen sekretarët e përgjithshëm në ditën e 11. Dhe në qoftë se kjo do të ndodhi në mënyrë të përsëritur disa herë, unë jam i bindur që do të krijohet një ndjesi urgjence e barabartë me urgjencën me të cilën punon sektori i gotës gjysmëbosh. Dhe kështu gota gjysmëplot me gotën gjysmëbosh do kenë një ndërveprim më të shpejt, besoj unë, por duhen vendosur sanksion. Mos harroni që kur e kemi nisur këtë proces qeverisje, kishim problem të madh
parkimin e palishëm të gjithë deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë mbi gjithë trotuaret e mundshëm dhe mbi të gjitha lulishtet dhe hapësirat publike rreth e rrotull parlamentit. Ku janë sot? Pse nuk ka asnjë që parkon atje? Sepse u vendosën sanksione. U gjobitën deputetët disa herë me radhë dhe kuptuan që loja e parkimit palishëm mbaroi. Ose nuk kam makina ministrash që shkelin semaforin, sepse u gjobitën ministrat për shkeljen e semaforit. Dhe kështu ndan me shoferët shqetësimin që shoferët duhet të lëviznin normalisht si gjithë shoferët e tjerë dhe mos ndiheshin me krah për faktin që kishin mbrapa një ministër. Dhe sanksionet të rast, mbase nuk do kenë të njëjtin efekt çuditbërës që patën në dy rastet që përmenda, që janë shumë konkrete, po do kenë efektin e tyre. Nuk dua ty në të thella, se pastaj bëhet se pastaj na thyet gota. Në qoftë se do flasim nëse do flas unë në këtë rast për çfarë ka të bëjë me lirinë e shprehjes edhe me këto pretendimet e tjera, por dua të them që në ndërkohë ne kemi marrë dhe një angazhim tjetër që tregon të kundërtën e asaj që thuhet nga gota gjysmëbosh, që ta dekriminalizojmë shpifjen për gazetarët. Nuk është se ka pasur ndonjë gazetar të goditur penalisht nga paditë e qeverisë në gjithë këto vite, as nuk ka pasur në fakt padi për gazetarët, sepse i kemi ndaluar të gjitha paditë për shumë vitesh, por kjo nuk shënohet në arsyet për të ndjerë të lirë dhe për të ndjerë me krah të lehtë në punën e gotës gjysmëbosh. Gjithsesi, ne do ta bëjmë dhe këtë hap tjetër, një hap që shkon në drejtim të relaksimit mëtejshëm të situatës së gazetarëve në tërësi, edhe pse unë personalisht nuk besoj se këtu problem është liria e shprehjes, këtu problem në fakt është liria e shpifjes. Por kjo, thash, është temë jo për të tryezë dhe nuk dua të thyej gotën tani. Kështu që shpresoj që i adresova disa gjëra, ka edhe shumë gjëra tjera natyrisht për të diskutuar në këtë kontekst. Por dua t'i siguroj të gjithë që ne nuk jemi thjesht në kushtet kur shprehim vullnet, ne jemi në kushtet kur në mënyrë sistematike dhe kungurse përpiqemi që vullnetin e shprehur ta materializojmë me progres. Edhe në këtë aspekt kemi bërë progres të mjaftueshëm sipas meje për të qenë optimist se mund të bëjmë më shumë progres. Jo të mjaftueshëm për të thënë që shiko se juve po kërkoni qiqëran e ellë se ne këtu kemi bërë një mrekulli, absolutisht jo. Përsëris unë i mirëkuptoj të gjitha ato që edhe sinqerisht i mirëkuptoj të gjitha kërkesat dhe ankesat, sepse në fundit juve jetoni me këtë punë edhe nuk keni pse t'jeni të kënaqur me ne, ndërkohë që ne e kemi për detyrë të jemi të kënaqur me ju në të gjitha rastet. Kështu që duke mbyllur, dua t'i referohem edhe një gjë që u tha nga zonja, më duket mos gabohem, lidhur me teknologjinë dhe me auditueshmërinë. Unë besoj që ka një keqkuptim shumë të madh lidhur me auditueshmërinë, keqkuptim që e kam parë edhe jashtë gotës tonë, kur kam ndjekur komente të ndryshme që janë bërë edhe nga autoritete biles të
të larta të botës teknologjisë lidhur me ministrën tonë të inteligjencës artificiale. Ndërkohë që fakti është shumë i thjeshtë. Teknologjia në rastin e prokurimeve publike, unë uroj që ne të jemi të suksesshëm në realizimin e projektit, jemi duke punuar me projektin. Teknologjia do të bëj një përshpejtim eksponencial të procesit dhe do ta bëj procesin të pandikueshëm nga subjektivizmi në disa hallka të vetat që nga mbledhja e dokumentave tek vlerësimi i autenticitetit dokumentave, tek vlerësimi në tërësi i gjithë dosjes ofertuesve, por në çdo rast, cili do që do doj të riverifikoj procesin manualisht dhe me dokumenta, do ketë dokumenta në dispozicion. Pra nuk është diçka që do të ndodhi në një cloud dhe do të dali nga cloudi rezultati i padiskutueshëm nga askush. Jo, është një proces digital që në rast të përsërisjes së projektit do të jetë i suksesshëm, do të jetë një inovacion teknologjik jashtëzakonshëm botërisht, jo thjesht këtu. Dhe për këtë arsye ne po punojmë ngushësisht edhe me Microsoftin edhe me ekspertë të tjerë. Atëherë gjithçka do të zhvillohet komplet ndryshe, ndërkohë që cili do qoftë nga ata që kanë dyshimet e tyre si pjesë e procesit të garës ose si komentatorë të garës, mund të marrin dokumenta dhe të fillojnë të shikojnë në dokumenta përputhshmërinë e gjykimit teknologjik me faktet e dokumentuara. Kështu që nuk ka, besoj unë, asnjë shqetësim të lidhur me këtë. Në ndërkohë që teknologjia është bekimi i madh i kohës për vende si Yni, ku pikërisht pse kemi teknologjinë mund të bëjmë kapërcime epokale, të cilat do ishin të pamundura në kushtet e progresit linear tradicional. Ndërkohë që teknologjia na jep mundësinë që të synojmë gjëra të paimagjinueshme deri dje dhe të kapërcejmë vende të cilat janë shumë më përpara nesh në të gjitha drejtimet e tjera. Dhe nëse sot ne, për shembull, në shërbimet publike, se ky është një element që natyrisht nuk ka se si shihet nga gota gjysmëbosh, po është një ndryshim epokal që ka ndodhur në aspektin e integritetit shërbimeve dhe transparencës, kur 95% e shërbimeve janë online dhe përmbushen online me shpejtësi dhe pa asnjë ndërmjetës dhe pa asnjë burokraci. Dhe nëse sot për këtë ne jemi në vende shumë më të larta se sa jemi për shumë gjëra të tjera, kjo është sepse na jep mundësinë teknologjia. Kështu që unë them që me teknologjinë edhe aspekte që lidhen me debatin e diskutimin e sotëm janë të adresueshme në mënyrë që ndërveprimi të bëhet shumë më automatik dhe kërkesat që vijnë për informacion të jenë kërkesa që marrin përgjigje automatike përmes informacionit të vendosur në dispozicion në një burim siç është Transparent Albania. Dhe aty nuk ka nevojë fare as për të futur komisionerin, as për të futur dikë tjetër në lojë për të marrë informacionin, por mund të aksesosh menjëherë nëpërmjet teknologjisë. Për këtë natyrisht na duhet të kemi kapacitete
që ende nuk i kemi të digitalizimit dhe të rjetëzimit të aty për aty shumë të gjës që ndodh. Pra nëse gjatë ditës sot me institucioni prodhon X ndërveprime dhe nga ato X ndërveprime prodhon X rezultate, gjitha rezultatet që janë të dokumentuara dhe të firmosura nga dikush në atë institucion futen automatikisht në burim. Dhe aty pastaj në burim futet kush doj dhe e merr informacionin. Dhe kështu nuk hym fare në diskutime, a është sekret, a është sekret, a është i publikueshëm, a është i publikueshëm, a janë dhëna personale, a janë dhëna personale, sepse ndarja bëhet që në burim, edhe besoj që 99% e problematikës së gotës gjysmëbosh zgjidhet dhe pastaj gota gjysmëbosh kuptohet do vazhdoj jetën e vet dhe do ngrej zërin për hapësira të tjera ku mungon uji, po në këtë rast ne jemi këtu për këtë. Dhe ne nuk kemi nuk ka asnjë arsye për të qenë refuzues. Unë këtë e kam përsëritur vazhdimisht dhe përsëris. Progresi po ndodh, duhet më shumë absolutisht dhe në këtë pikë jemi dakord. Absolutisht. Në këtë pikë harmonia mes gjysmës plot dhe gjysmës bosh është e plot. Të jeni të sigurta dhe të sigurt, kështu që ne do bëjmë maksimumin në këtë drejtim, sepse jo se jemi të mirë, po sepse është gjëja e dur që duhet bërë për punën e përbashkët dhe për vendin. Faleminderit zoti kryeministër. Besoj në emër të gjithë Tryezës, dëshiroj të falenderoj të gjithë folësit, duke qenë që u përmend shumë shpesh gota dhe gota gjysmë plot apo gota gjysmë bosh. Për hir të vërtetës, në diskutimet që kemi patur edhe unë kam përmendur shpesh pjesën e gjysmës gotës plot dhe gjysmës gotës bosh, sepse besoj është e pranueshme nga të gjithë. Besoj është e pranueshme nga të gjithë. Sot kemi një informacion që kur më parë nuk ka qenë i disponueshëm. Por a është i mjaftueshëm? Në një kohë të caktuar mund të ishte i mjaftueshëm. Sot pritshmëria e të gjithë ne është bërë shumë e madhe dhe mendoj nuk është negative që të pretendojmë sa më shumë për të patur, pavarësisht dhe vlerësimeve të mira që është bërë. Do të thoya diçka për sanksionin. Shumica e tyre që janë këtu Tryezë dinë që unë nuk besoj tek sanksionet, nuk besoj se është instrumenti më i vlefshëm për korrigjimin. Ka qenë debat i hershëm, është një kritik me të cilën unë jam mësuar, jo se nuk e kam regjistruar një gjë të tillë, jo se ne nuk kemi vendosur sanksione. Natyrisht që besoj ka ardhur koha, jo se unë kam marrë urdhër nga kryeministri, po besoj që ka ardhur koha që patjetër të aplikohen edhe sanksionet, sepse besoj 10 vjet ligj për të drejtën e informimit, tashmë periudha ndërgjegjësuese dhe kultura e të drejtës për informim, natyrisht që do të vazhdoj gjithë jetën, por besoj që është mes e mjaftueshme. Por që ju referuam gotës, i bie që unë të jem tabakaja që mban gotën dhe ju garantoj patjetër që nuk do më dridhen duart për ta derdhur ujin që është në të dhe aq më pak të thyet gota. Nuk e di për çfarë arsye më provokon tani, po unë besoj që sanksionet janë aty për të zbatuar, për të aplikuar. Unë besoj ka sanksionet për i të vërtetës, sepse natyrisht ti je më i butë se unë, si nga lumi Vlorës, unë jam nga zona më problematike. Por besoj të sanksionet sepse në fund të ditës nuk janë aty kot, edhe nuk janë aty për ndonjëherë aty të pa zbatuar, dhe unë nuk besoj tek autorregullimi i shqiptarëve, them drejtën. I shqiptarëve, i ballkanazë, i italianëve, i grekëve, i gjithë kësaj bote të larmishme, plot muzike dhe plot diell ku ne jetojmë, unë nuk besoj tek autorregullimi. Dhe po i kthehem historisë së medias online, 5 vite më parë, apo 6, apo tani se nuk e di sa,
u bë një debat shumë i madh për një propozim shumë herë më modest se sa çfarë po gatuhet sot në Bashkimin Evropian për rregullimin e medias online. Dhe u bë një nam i zi për lirinë, për demokracinë, u futëm edhe në analet e disa vendeve strict and fair në Europë që na e lanë si gozhd aty ligji medias që ne asnjëherë nuk e shtym në një proces zbatimi, po thjesht ishte një draft ku kërkoshin disa gjëra shumë elementare, që nga deklarimi i personit apo personave që janë mbrapa një portali, adresa dhe mundësia për çdo kënd që ta di se kush po i lexon librin e shtëpisë. Edhe disa gjëra tjera shumë elementare. Ra ajo gjë dhe u tha vetë rregullimi, autorregullimi do të jetë instrumenti që do të sjelli një nivel tjetër në botën online. Siç e keni parë, jo vetëm që nuk ka pas vetë rregullim, po ka pas degenerim të vazhdueshëm gjithmonë më të madh. Kështu që megjithatë ne hoqëm dorë atëherë dhe nuk kemi ndërmend të rivëm dorë në këtë drejtim, përveç se mbasi Bashkimi Evropian t'i ketë thirrur mendjes vet plotësisht edhe ta ketë bërë gjën që duhet ta bënte me kohë, që po tenton tani, sepse tani të gjitha vendet e shohin që gjëja po del komplet jashtë kontrollit, që media online në tërësi flas, është bërë një territor ku ndërhyn edhe forcat që janë forca jo miqësore me Bashkimin Evropian, ndërhyrjet në zgjedhje, ndërhyrjet tu, ndërhyrjet atje, dhe normal, në qoftë se ti shpinë e lë pa dritare, pa dyer, pa çati dhe pretendon që të flesh rehat dhe askush mos të hyjë në shtëpi, atëherë beson në një botë që s'ekziston. Por e përsëris, kjo është një temë që s'është për ne. Ne nga ana jonë do bëjmë diçka që 24 vendet Bashkimin Evropian nuk e kanë. Në 24 vendet Bashkimin Evropian, shpifja dënohet penalisht. Ne do të heqim aspektin penal për gazetarët. Për gjithë ata që jetojnë me informacionin dhe punojnë me informacionin. E di që nuk do të na vihet tek meritat që kemi në raport me lirin, e kam shumë të qartë, nuk do të na enumëroni asnjëherë si një gest pozitiv në emër të lirisë, por kjo nuk ka shumë rëndësi, sepse detyra juaj nuk është që të njihni meritat tona, detyra juaj është na thoni ne se sa gabimi jemi ndarë tash. Kështu që me gotën gjysmë plot, ju uroj gëzuar vit në ri të gjithëve ju edhe gjithë këtu që janë në sallë. Më falni për ndryrjen e dytë, po më provokoi komisioneri edhe gëzuar. Jo, nuk më provokuat, ju e më frymëzuat. Mendoj si ishit shumë herë më mirë se me epitetet e tjera, me gotë dhe jo me tema si Kazan apo. Megjithatë do t'i kryeministër nëse Tashi po provokohet komisioneri. Kazani është një term, mos gabohem unë tani. Që t'jemi, sepse tash ju flisni për saktësi informimi apo jo. Kazani është një term i vitit 2017, mos gabohem. Mirë, po nga që ka qenë termi i duhur, ju ka mbetur në mendje. Dhe ky ka qenë dhe qëllimi, që t'ju mbetet në mendje dhe mos kemi nevojë t'ja u përmendim më, e kupton? Kështu që unë se kam përmend më, por kam mbetë në mendje.
Dhe po të pyesësh populli shqiptar e konfirmon dhe sot. Natyrisht që nuk është e gjitha kazan, por më mirë ta mbyllim këtë tani Besnik, si thu. Se plotësisht dakord, nuk do doja të provokoja më sepse besoj një gjë që do vlente dhe do vlente kontributi juaj është në përformulimin e nenit ku ne do të bëjmë dekriminalizimin e shpifjes për gazetarët. Jo për politikanët dhe jo për të zgjedhurit. Kush zgjedh nga populli duhet të dënohet nëse shpif. Kjo është bindja jonë. Ndërkohë që kush punon për të informuar popullin për ne të zgjedhurit duhet të shpif pa u dënuar. Atëherë, nuk mbetet gjë tjetër veç se t'ju falenderoj të gjithëve për këtë tryezë diskutimi. Do të përpiqem të ri brenda vetëm falenderimeve, sepse çdo fjalë tjetër mund të provokojë rihapjen e debatit dhe jemi jashtë afatit dhe jemi jashtë orarit. Pa tjetër, do ta mbajmë në konsiderat, por ambasadorët rinë atje. Pastaj pse disa